Sot ishte dita e fundit e vitit shkollor 2024-2025 për nxënësit e shkollave të mesme të larta dhe nivelit të 11 në arsimin e mesëm të ulët. Në shkollat që vizituam sot kuptuam se gjithçka kishte shkuar mirë dhe mbar. Në shkollën e mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi, profesori Modest Veqa u shpreh se gjithçka ka përfunduar me sukses dhe se viti shkollor ka qenë pak sfidues, por që prap kemi rezultuar suksesshëm. Në përgjithësi, edhe pse kanë karakterizuar disa sfida të ndryshme, sikur çdo vit shkollor që kemi sfida, ka shkuar relativisht mirë. Nxënësat, sidomos të klasës 10, kanë me shumë dëshirë kanë zgjedhur këtë drejtim për shkak të një perspektive që ta shohin në të ardhmen e tyre. Edhe për nxënësen e klasës së 10 ndonse ishte sfidë kalimin nga niveli i mesëm i ulët në nivelin e mesëm të lartë. Megjithatë, pohuan se gjithçka shkoi shumë mirë. Transferimi nga shkolla fillore në shkollën e mesme nuk ka qenë aq lehtë, kemi patur sfida, por gjithashtu kemi rezultuar shumë mirë. Tashmë ka filluar aplikimi për provimin e maturës, i cili bëhet përmes platformës e-Kosova, i cili do të jetë i hapur deri më 10 qershor 2025, ndërsa provimi i aplikimeve nga koordinatorët e shkollave do të zgjasë deri më 11 qershor, e provimi i maturës mbahet më 21 qershor. E kur është fjala për nxënësit që kanë përfunduar klasën e 9, ata testit të arritshmërisë do të nënshtrohen me datë 27 qershor dhe këtë vit do të jetë vetëm një ditë e testimit.